I lindur në Svirës të Kamenicës, një fshat që më vonë u nda mes Kosovës dhe Serbisë, Shahi Berisha sot është në pension. Por jeta e tij ka qenë mbushur me sfida, nga fëmijëria në një zonë të thellë malore, te rrugtimi në arsim dhe deri tek burgosja për 21 muaj nga regjimi serb. Për emisionin Fundjavë, ai rikthen kujtimet e një jete që nuk ka qenë as pak e lehtë, duke nisur rrëfimi nga fëmijëria në vendlindjen e tij. Unë jem Shahi Berisha, e lindur në fshatin Svirës, komune e Kamenicës. Ju të regoj fshati Svirës, është në kufe me Serbin, i ndomë 2 pjesë. Një pjesë ka me Serbi, një pjesë kënej në vitin 1912, një pjesë me Kosovën. E na kemi qenë këtë pjesën ka Kosova, po krejt familjet e të ofërtit i kemi në Svirës e në nej. Se ka qenë sikur ka deqani ko që qesin gjonë në për kodra, e kjo Svirësa kënej ka qenë me nëllë, ta jenë dojnë me stane kënej, ata kanë meta nej. Kur ka ra kufini, kush ka qenë kënej, u metë nej. Kush ka ra nej, ka meta nej, dhe tani ju ndo. U metë boba nej, djali kënej. Nashte boba u metë atje, nona gruja tina ka dollë këta unë konë të fëmija dhe kështu ka qenë. E prej atje, na kemi orë këtu në vitin 1964. Kur kemi orë në vitin 1964, e pjesë është e Greqanicës. Asë një shqiptar s'ka qenë Greqanicë. Dëmon me shtëpia, kështu, kam pas punëturës, në atë portë si shqiptar kemi. Ma vonë ka orë dhe në Fazli Berisha, një meke patëm pru prej atjetë dhe ma nej patëm fillu me orë kështu. Berisha kujton se jeta në Svirës ishte e vështirë, fshati ishte i izoluar dhe dimrat shpesh e bënin të pamundur edhe marrjen e ndihmës mjekësore. Ai rrëfej një rast kur i sëmur. Babai i tij nuk arriti ta dërgonte në spital për shkak të borës së madhe. Më vonë, kur familja u vendos në Greqanicë, thotë se nuk u pritën as pak mirë. Mas pari po të regoj, jeta atje ka qenë shumë e vështirë në Svirës. Se vend malur, kanë ro borët mëdhoja, sëndë. Një rast unë e të regoj në smuna, edhe eshtëm duke shkort. Edhe kesh smut edhe smujke baba më qunë në spital, 2 metra gati bora. Edhe aty e di që u betuë, 5 shit nuk e ljohë dhe më shku tjetër konë. Edhe gjithmonë kështu ka qenë dashamir i shkollës, edhe tani prej atjet kemi ardhë këtu. Kur kemi ardhë këtu, ka qenë vështirë shumë. Po të regoj se mas pare, s'kishëm njerëz, kërkan gati pa njerëz tonë. Mirë, po do që ka në ajvali kishëm nga njerë, vishëm qështu, po ka qenë vështirë, se mas pare, tash edhe nuk kam qef shumë unë anku, po këta s'na kam prit mirë. Sërbë të si familje shqiptare, edhe aje tjeta që ka qenë edhe me modë dhe domjen më numë në bo, veç me në detyru me ikë. Pa i baba ju ka qenë shumë i vendosën, te në 66-ën, prej 64 dhe 66-ën që ka rarë Ankovici, ka qenë problem. Pas ta i ka nërë sene të pak ma të stabilizua. Me gjithse drejta, kërkun s'kemi posë, që është dosh me posë. Kjo ka qenë kështu ajo jeta, pastaj këtu kemi filluar, kemi shku në shkollime, vllaznia krejt, që ka qenë mirë, ma vonë kemi morë dhe qëtë pjesë që tu, kjo është me ajvali. Tashe që tu jemi, fëmijat në për shkolla, shtë të disë. Edhe shkollimi ishte sfidë në vete, çdo ditë përshkonte kilometrat e tërë në këmbë për të arritur në shkollë, ndërsa gjatë rrugës përsëriste mësimet për të shfrytëzuar çdo minutë. Po, unë pjesë regoj, ashtë shumë, atje sa kemi qenë në fshat, që atëherë u maru në 2 shkollat të reja dhe kom pas ofër, se kom pas shumë lërë 20 minuta. Po kër e kom kryu shkollën, vitin e pare kom kryu në Gjelhan, e pasaj kom marrë shkollë normale në Prishtinë. Shkollë normale në Prishtinë kom shku kom, prej këtu vit. Se autobus ka pas 2 herë në orë për Kishnicë, unë bosh ka tjenë Greqanicë edhe na s'mujshëm me hypë në autobus, se ka së nalë ka autobuse. Shë që ka qenë shumë problem, jo vequne, po me siguri mi 50% e fëmijët e ajvalisë kanë shku kom në shkollë në Prishtinë, në shkollat mesme. Shë që ka qenë një shkollim bukuri vështirë, unë shumë herë thëmë, dështë e kom po hojrën qasojnë, se u qesha herët me nxez, e prej Greqanisë, te i shkesha të shkolla normale, 2-3 mësime i pregaditësha. Rrugës të ledzushtu. Edhe është interesant, tash ndështë asë është me përmen, veç asë qetë si leshe. Se po mësëshin edhe qetë me njerës për çdo ditë që kalujnë. Dhe a ka qenë shumë vështirë deri
dikun ka 70. Masa ne veç këtu mosh, se kë vend zëtar, edhe erdhen njerëzit më punu në zëherore, sen edhe u bon, pat në erdhen kështie, në erdhen kushëri prej atjet. Veç po të regoj, shkollimi ka qenë shumë i vështirë. Sa i përket shkollës lartë e fakultetit, aty në kam qenë i rregullt, kam punu, këtu kam dhonë edhe mësim edhe shkojsha atje me korrespondencë. Përfundimi shkollës normale? Po, në vitin 1969-70, për herë të parë kam dalë mësues në vend lindje, kam shkuë. Vend lindje? Po, sa atje mungojshin mësueset edhe vllavën e kam pas atje drejtër shkolle. E një shok e kam pas, ai ka punu atje në fshatin të në Sfirës, edhe ai ka thonë vllavë petë shoj, për shkoj për studioj. Edhe ka thonë, për qyrë me lonë kej shkollën, ka thonë, jo shkollën s'ta lo, veç ma prof shajipin, se për mu, ka thonë, se kemi konë shok të bandashëm. Edhe unë atëre veç regjistruva, po kur ma prishja, jo duh më shkua për atje. Edhe kom punu 2 vjet e gjysë aty, dhe sa im shku shtarë. Kom punu 1 vjet në Sfirës, 1 në Gmis, 1 në Tëgjevës. Në Tëgjevës besa kom dhonë mësim edhe kështu, edhe sa punojsha atje honorar. Tëgjevësi, kur unë kom qenë, kom dhonë mësim, aty ka po 750 zonësa. Kur ju morë në Ajvali, këtu më punu 72-ën, i ka pas 350 zonës. Ma shumë atje se këtu. Tash, u mbylla jo shkollë. Është shkolla Nohi Berisha, dhe mund s'ka mo, krejti kanë shuë. Edhe vend rreth kufini, vend që besë më shku me po mrekulli, kopsht është. Qfar gjelbrimi, qfar sem po, kanë met njerëzit, rrugë s'ka pas kur gjë, tash për i bojnë dhe rrugë, i kanë bojnë mirë dhe sene, është mirë, po njerëzit e kanë shu vendlinjën, ama tukat i kanë gati krejt atje. Si mësimdhënës, Shai Berisha nuk u angazhua vetëm për edukimin e nxënësve, ai kujton se si në odat e burrave, i bindi familjet që edhe vajzat duhet të shkolloheshin në një kohë kur kjo nuk ishte e zakonshme. Na, profesorët tunë që i kemi pas, ata s'ka qenë veç profesor, ata ka qenë edhe prindet tonë. Aq bukur jenë sjell me neve, edhe aq edukat na kanë thonë, që për nerë, nona shumë herë e bojmena, ma shumë ka eduku nona që ata profesor. E ata gjithmonë na kanë thonë, ju po dilni mësuesa me eduku tjerët. Për me eduku tjerët duhet me qenë vetë edukuar. Edhe ju lutëm, vendi ku është mas keq të shkoni që aty punane. Do më ku është mas rone, se që ata njerëz kanë nevojë. Se në qytet gjinde dyqysh. Edhe tani në bazë që aty në fjallëve të tyne, po edhe në bazë dashurisë që e kumë pas për të kalzoj për vendlinje, edhe njerëzve aty, se une kom punu qatë shumë veç kur ma mirë, se në fshatin tem s'kom kalu edhe në fshat që të Shashkovës. Kanë qenë njerëzit qaq human, s'ka ditë kush më të rajtë. Kanë qenë shumë sinqerë. Tani ajo ka ndiku që atje më dalë, një rast për të rrënë më kujtuhet, një rast, vojzat ata si qeshën në shkollë. Në fshatonin? Po, në fshatonin, po dhe këtu si kanë quë dhe ju unë. Me ndëshën, ka qenë dhe të farë hoxëllash, shritën as di që ka drejtë që nuk onë aty, na hishen aty dhe nëse shkon femna në shkollë, ajo mos është shqiptare, s'është muslimane, s'është që se sendës, atin edhe do i ditë brapa mitën, edhe na shkuam atje një hod, i kishëm 7 vajza ka qenë klasë 8 në Tëgjevës. E une me qatë beslimin, shkojshëm në përru, da rrishëm kështu dhe i ngëtëshëm ka pak, edhe kur shumë të një kushëri, po bisedujmë për atë punë edhe, për ju thëmë une qëre, vajzat duhet me i qunë shkollë. Ja, nekni dhe. Ndërkohë ka arë njeni prej Gjilanit, edhe për thëjë, qka ka të re, tha kemi një djali, kish linë një djali në Gjilan në spital, edhe unë atërë qësh më kujtu atë, thash. Mirë bre, pse ju s'pë dëni me që vojzat shkollë? Shpër që aje grue, a ka linë spital, po? Edhe ne, thash, pa aty atë, thash, atë i femna s'ka, thash, pa shumë ka moshkë kish. A ma mirë me linë në dërt një motre, a dikuj tjetër, a njeni që kish vojzën aty. Pasha 20 ama ne s'koj tha unë 5 quë se lo. Edhe 8 tonë qaj e fjallë shtini me quë. Dhe ish shumë problem me i bindë. Vojza s'ban më shku në shkollë. Mirë po, edhe masani, 8 tona që aty vojza e kanë kryu fakultetin. Që aty për i të pareve jenë që e kanë kryu fakultetin. Njëna e di ka qenë një shahid e Kosovë, ajo ka qenë inxinierë në elektroekonomi, tash ka do në penzion. Do në Gjilan, do që ashtu veç, do më thonë,
Na jo që ju duf kemi mësu që ata që na vishnë, po duf kemi leftu me i pru edhe tjerët në shkollë. Ka qenë të klasën e 8, hinja jenë ligjë me i denua, kush si qënë, po atje se asë si që ishin emnat, ata mësusat, ka qenë pak problem me ja qunë, për shembull në fletë paraqitje në gjyqë njerit për fëmi, lind këtë diçka e keqe. Në vitet e 90-ta, kur nisi largimi i shqiptarëve nga institucionet, Berisha ushtronte detyrën e drejtorit në shkollë. Ai kujton presionin, sfidat dhe vendimet e vështira me të cilat u përballë mësimdhënësit e asaj kohe. Kur jam kthy këto, për herë të parë, unë sa kom qenë se veç një vjetë kom nejt ushtar, kur jam kthy, vllau Pator Llaj që thash ka qenë drejtor atje, këtu në Greqanis ka punue, ka qenë kryetori i pleqësisë shkollës, edhe unë atje kom qenë, aje ka qitë luftin për mua, këtu edhe më kam pranu në Shashkovës. Kur jam kthy për ushtëria drejt, kom shku në Shashkovës. Ka radhë, unë jam kthy diku në duket në Korrik, se herët u plotësishin vendet e punës, për shumë në fund qershorit. A ka qenë konkurenca, a ka qenë vështirë për punësim atëherë? Jo, në qatë kohë jo. Nuk ka pas shumë, po ma vonë po. Tani ma vonë ka qenë problem. Po për njerë është punu pak, ka qenë një farë regullat që na për shembull cilin kur ju për një vend, 4-5 vetë kanë konkurue. Aja kështë pleqësia shkollës, ata jemi u dhe kemi shëqua. Krejt jo kemi analizu, prej qëherë familja është, qka është, sa vlen, mas shumë të jo kemi shyrë notat që i kanë. Kush i ka pas notat më të mire, gati që edhe që ato kemi marrë, se na ka marrë menja se edhe është ma i mirë. Do kriteri i kemi pas të se si interne. Më rana që asaj kohës, sa kom qenë këtu, ju, dhe i 90-ës, 89-ën, unë isha drejtor këtu, të na i bon diferencime në shkollë, diferencime në punë, që vjen këtë që shumë kanë qenë edhe shqiptarë, ma shumë që kanë morë pjesë, sësër. Po, kur nuk i dhune, as kur remna se u kom thonë, bile pletë dhujmë pëse. Se ka qenë që ashtu, aji është dosh me mojtë familje, diçka dosh me bo. Dhe mënë, kur nuk jo zonë të për të modhe, jo zonë për të modhe, veç se ka ditë që ka jënë ka bojnë. E din, se për që ka u mënu më mjek mua tjetër, s'karëm si jesh. E aty po thëmë atere, u bon domja, neve, mu më thanë me dhonë dërheqje, unë s'deshta me dhonë dërheqje, po erdha e pyetje që më na bo drejtëri të dhënshme. Edhe kur na brushin drejtëri të dhënshme, na brushin sërb drejtar. U dika atërsa ata veç të 89-ën, fillaj veç më ra krejt, s'ka ka edhe. Atër unë dhash dërheqje na prun njenin, që ka pas bo diferencime në fushë Kosovë. Po kur erë këtu na pak ullë me bisedu me ta dhe bindëm që ga bënaj. Shqiptar? Po, ka qenë një nejse me emës, me thëmë se erdhëm jo loj për thëmë, edhe i kemi hi më rena një 2 vete, i kemi thonë qëre që ke bon këfush Kosovës, na interesën. Këtu është hajvali. Veç një shkon prej punë di që ti si e gjallë mu. Shko ma mirë lajmëroj që tash policinë, shtena krejtëve në burë. Edhe besa, i ka në ra lëtë që shtu në ole për këshyrë. Po në s'kom pas qare, thash, jo mre qyrë s'ke pas qare. Thash, ti s'ke pas qare, e ke lonë vlaun e shku e ke shti vlaun tjetër në burë. Qyrë s'kom pas qare. Thash, edhe thash, unë e qëtu drejtër, ja kom qitë ata, qyre që kanë kërku për i mirë. Me je kryetor në pleqësisë, atë sekretarin e partisë, ata krejtë, renë që atë organe. Thash, unë e di që kërë më kanë thonë ata, që shtu, thash, i kom thonë, ju falim derit, mu për më vje mirë që për më blenë një drejtër. Po unë e s'moj me qenë drejtër, pse, thash, që ta më kanë bo mua. E qyshën e tash ta që më kanë bo, me u këthyja ashtu. Edhe në dhe u nalen ata, thash, s'kemi punë me ty. Unë kanë qenë, pak veç vendosmeria ka qenë edhe atëherë, po edhe vendosmeria nga njëherë ka qenë budallaki, po të regoj se ka mujtë me kushtu, jo veç për shembull mua si drejtër, po edhe kolektivit krejt. Po na u marshëm veç edhe pjo të regoj drejt, na i kemi pas edhe në komunë, ka qenë Zjedin Gashi, është i mramorit, a i ka qenë përgjez në sekretariat të përarsim, gjdo sen që deshke mu bon hajvalim thirke. Rruje shajp që sajnë, rruje kolektivin, anë ka qenë një patriot që kur s'mundet me thonë një fjallë që ka një që ka full kundër kumbit shqiptar, edhe ka nejtë si në nëhije, po i ka përcjellë senet edhe në ka të reguë. Unë shumë për të thëmë edhe sëtë edhe gjithmonë e falenderoj se vërtet ka qenë njëri madhë. Edhe është aja larë zjallë.
Veprimtaria e tij nuk kaloi pa pasoja. Shtëpia e familjes në Hajvali u rrethua nga forcat serbe dhe ai u arrestua, duke u dënuar me 21 muaj burg. Ishte një mbledhje ka qenë shumë interesant aty, edhe erdhi një Llaziç, lidhja socialiste. Një Llaziç edhe një Sejdo Bajramović, që ja keni ndëgjuar zonën, ka qenë atje ka Kamenica, një farë oficeri i ushtrisë, edhe ai me të lëshën për Serbi dhe për këtë sende. Ai mendoj ke që vllaznim bashkim. Erdhën aty për ndrimet amandamentit. Ishin edhe na tash me dëshuk, aty të bisedu me në Rizalla Pashtisë, qysh m'ja u prish mbledhjen, nuk dishëm qysh. Se e dishëm që na puple, thuj që ka thuj qeta e Simon se qesën edhe thuj Hajvalia është për ndryshim të kushtetutës, dhe na po e gjetëm njedin që nuk e asë rëkë gjyqë, asë këtë dikut një 15 vjetë, 16 në nëzanës. Edhe pe i thëmë unë ati Rizojt, a i në ka një Nazmi Goshe. Sus, qka për thuët, thash, që shmi jau prish? Tha, unë jau prish, e që për stani. Thash, thuj, qka dush aty, më shmi jau prish. Thash, nëse të thret dikush, shet bojnë atje, thuj, më ka thonë sus, e shajt më thonë qështu. E den, hajtë me tha se qka thëmë unë, e që më stani. Edhe kemi hi aty, kur kemi hi në vledhe, kanë fillu, krejt. Tash, kur është përmen ndrimi i amandamenteve ajo quë, ka thonë, une, e shpollin një minut heshtje dhe studenta kënë vratë të klina, një atëre, për vrasje studentave. Ajo mosa me dhe që ka brit, ka i të kohë. Shqiptar. U quaj Sejdo Bajramović, Janisja, rine dhe, u quaj jo vlazën, na kemi përshëndet me grushta, ne kënejta, ne njone tha, në të pofë me lëshë, di që ka me të bo. Tha, me grushta në veri ka përshëndet, tha, tash ka ndru kohë të kemi këthyë me gishta u bo dhe u prish me lidhja, e do më thonë, edhe nuk ju pat aje sukses. Po, e aty, tani aty, me njerë është bo një mbledhje tjetër, se që atër e përformoj këtë lidhja demokratike, hajde përformojmë në ndegë, bile ata i thëshë ndegë, unë asë që kisha lidhje në atë punë, se së shatje, di angazhu me fillimi, edhe mu më propozohen atë për kryetarë, dhe tani kom e deri, sa jëmë këthyë për i burgjeve Sërbis, që jëmë shku në burgë që më kanë marrë, jëmë kone për 21 muaj. Për çfarë arsye? Po gjatë luftës më kanë marrë, ata i kanë pas shënimet krejt tënat, që i bo atë zgjedhjet, referendumi për kushtetut, për krejt, na i kemi organizu sendet, kemi pas organizu edhe atë rasin kërë ranë këta Ajzeri e këta në burg, Ministria Parë Mbrojtjes, që dikush i tradhtoj ata, aty krejt, unë edhe në atë intervjistë e ku përmen, na gjdo sen e kemi ditë. Unë e shumë herë thëmë, thënë, Rrguva ka qenë pacifist. Rrguva ka qenë pacifist për mjetet e informimit, po mrena ka i diçka tjetër ka punua. Neve në pa thonë Femia Gani kur sharroj, i gratë s'ka posa se djeri. Tha, duhet me i ditë gjdo gjeni ushtarake kush ka kryu dhe qëfar arme përdor. Edhe aty të nëna i kemi pas, krejt i kemi ditë që kur do, e kemi ditë kur kanë shku ata në Shqipni, të partë më shtru. Do më thonë, aty kanë qenë aktivitete, edhe na u duf kemi nejtë gjithë mund ka. Po na kur gjithë kemi bo, pa u morë vesh me ata. Se kemi desh me qenë unik, krejt një vend. Edhe qka të thujmë, ta thujmë, ndalë të kesh, delë për tanë, ndalë të mirë për tanë. Do më thonë, jo më ndalë një njëri. Ka qenë, e që atë aktivitete. Pas të i këtu ka vazhdu aty, ne kemi pas bo, për para i thejshëm lagje, në për gjithë lagje kemi pas ka një koordinator, jëmë bo dhe rojet notën, mrena qasa kuhe, do më thonë se na nuk më shumë me ditë që ka mundet më në ndodhë. Se naltë ka qenë njësia speciale, Hajvalia ka qenë shumë në pozit keqe, edhe u duf kemi rujtë se gjdo sen më i ke notën më ndodhë. Ta provokime, kanë mujtë për shumë më bo provokimet ndryshme dhe tani me i hivë shatët. Edhe sot, kur kujton sfida që ka kaluar, Berisha thot se nuk ka humbur besimin tek vlerat që e kanë udhëhequr gjatë jetës. Për të, uniteti dhe lidhjet me shqiptarëve mbetën po aq të rëndësishme sa dikur. Për më mujtë me ndihmu edhe u qëkës edhe kretë se na nuk deshëm me lonë u qëkën në Hajvali. Se ishëm të rëthuëm të naon, më dalë 2-3 ushtarë të qëkës, ne deshëm kretë fshatën, se na sishëm ata që mujë me mbrujtë. Po atje në në zlash atje ku kanë qenë, ju ndihmoj shumë, atje këmë posë qa qëfki gashën edhe kështu shok, edhe
I marrë shumë sendet, kështu mu më zgjodhen si kryetar që atë Këshillit Solidaritetit, tash këtë ndihmat e Lidhjes Demokratike vishin nëpërmes tyne. E na nëpër çato ndihmash, e kam atë një Drita Berisha, edhe sot punon në spital, ajo më pruke Borna, me një Sali Krasiq, një Sali edhe ka shkruar libër për luftën, se sa njerëzit i ka shpëtuar lufta, ka qenë edhe Bornat, krejt senet i prushin këtu. Te kone, edhe ona notën, kur ma shumë mijë dhe sene me qitë, i shtishëm edhe aty një thesë dhe i qeshëm nalë, po notën kemi shku. Të më kjo ka qenë krejt që ashtu. Vidim ju të regoj, kur ma kanë rrëthu shpinë, sa ta kam pos informata se shtobi o që kësë, për ajë vali e krejt ashtë të shpia tëna. Kur kanë shku aty, është një senë shumë një paradoks, një qëka së dhe merë me men, neve shtëpijat në shkona i ka pështua. I Greqanicës, sa i ka nejtë në blema aty. Edhe kërë një ata këtë në kanë kontrolu, mu më kanë marë, ka i shku më kanë shumë me vete, po aty vlau më ka të regu, kërë më këthy për i burgur, aty jenë kom të bëjmë mas pak të një 20, ndoshta 30 kg kësi material sanitar. E dujt që i ka pas liu pasit mdhajt presës, se nërë dujt poshtë i kemi shti. A i shka kur ka hy aty, i ka po ata, edhe si ka lonë kërkan më hy mrenda. Ka thonë këtu. E masa ne, kur ka doli, ka thonë vlau të më qëre, shko këshyri që ka kinë plime, se ti vlau ka pasen kështu hec në këtë entën e sigurimit social, punësimit. Edhe i thot, më kequ në punë muë, më kequ vlau, më kequ gruën, thot, edhe du më të këthy më mirë. Shko e që atu, se mu pas zitë që atu, kredi ju këshin përshkatu dhe shpijet ju këshin djekë. Se ka qenë këtu rëthume me tomke, me krejtë të mendu, ata që ka shtap të qykës, po na gjithë kemi mojtë jashtë. Ajo ka qenë pak, mas andej, mas një javë me 2 qershor, që atë ditë më kanë rëthume mua dhe më kanë marë, edhe i kanë marë edhe këta taj valizë. Një apel kisha pas mja bu, krejtë shqiptarëve, kudo që janë, mos harrojnë bre që jemi shqiptarë, se po më duke që pa harrojmë qka jemi. Për harrojmë vlaut, për harrojmë edhe i thëjmë vlaut. Unë s'di kur s'kom po qështu në jetë, as baba, as babgjushin, pas një ditë shkullë të sene si kam pas. Ashtu tash, na duhet me qenë unik edhe me këshyrë s'ka po bojnë. A jo shka për dere, në domje. Qka do me thonë kjo për shumë, që 4-5 por zgjidhje nuk jemi në gjendje me bo një qeveri.